për të lumturi. E diela para ujit të bekuar sot, dhe kisha jonë në paraket para nes, me ogilin dhe sotëm, personalitetin dhe veprin e profetit pararedësit dhe Pakzorit Ioan. Set Ioan Pakzori ishte një figurë e madhe, me i madhe ka të gjithë profetet dhe ka të gjithë burat e dhjatës së vjetër. Ishte fizionomi e veçantë, predikues i zartë, i pa frikshëm dhe i kuxhimshëm për para bretërve dhe bricave, por ishte dhe shembul i perullesisë dhe i perbajtjes. E sendori që e latësoj me vonë Kristi, jedoj midis periudhas dhjatës e vjetër dhe dhjatës e re. A i bili epohën lingit e Mojsiut, dhe pa këtë hapet për para ti periudha e hirit të Kristit. Se di Ioan Pakzori u bë meteori me i sindricëm për ata periudhë i errësira shpirtërore dhe gabimeve të frikas dhe të ankthit. Trodite se ishin faktet që pa, të shumta ishin zbulimet që kishte marrë Ioani nga Perëndia. E madh ishte misioni i tij, u dërgua si pararendës i Kristit për të lajmëruar ardhjen e Kristit, e të parapregatis zemrat dhe shpirtrat e njerëzve që ishin bosh nga hiri i Perëndis, dhe të hetur për shpëtim, që të presin shpëtimtarin nishun. Per personalitetin dhe misionin e sendë Ioan Pakzori, profetizuan me anën e Spiritit të Shenjtë profetet e dhjatës së vjetër. Profeti Isaia dhe profeti Malahia, dhe siç profetizuan profetet për sen Ioan Pakzori, kështu dodhi. Ugilor Marku, duke lavderuar personalitetin dhe veprën e sen Ioan Pakzorit, filloi ungilit e tij nga predikimi i sendë. Adolescent ishte akoma sen Ioani, kur u largua drejt skretetirës së Judes, e cila gjetet në veriut të detit të vdekur. Per banesa kiste spelet e shkembive, si veshja kiste një rom gales nga mileve dhe një rip prej lepure. Jetonte në thjeshtësi dhe me përbatet e rept, hante majtët e dekve të pemave dhe mjaltë të egrë. Ishte ekspozuar në të ftohtin e dimrit dhe në gjitësi e verës, në si dhe në erë. Kelimi e jetës e ti eremite ishte i thellë dhe i konsideruesëm, të jap veten e ti të Perëndia dhe të parapregatitet për misionin të sendë për të cilën e ftoi Perëndia. Profeti Ioan jetoi me përkushtim absolut dhe besnikëri tek Perëndia. Jeta i tij në fillim deri në fund ishte një jetë ushtrimes dhe të pastër, virtytit dhe të sinderisë. Lutej, kresmonde dhe lexonte skrimin e sendë, jetonte si angel se sa si neri. Kur erdhi ora e bekuar, Ioani mori urdhën nga Perëndia të filloi predikime. Atëherë e la skretetirën dhe zbritin e briket nga silet e lumit i Jordan. Atëherë me drejtimin e Spiritit të Shenjtë filloi të bënte predikime për pedim dhe përgatitjen e njerëzve të pranojnë Isu Krishtin. Thoste, pedohuni dhe largohuni nga veprat e mëkatit. Silluni me dërsmëri dhe drejtësi midis jush. Pjesa kryesore e predikimit të tij ishte shpallja e gëzuar e ardhjes së Isu Krishtit. Erdhi koha e bekuar të bëhen realitet profecitë e ardhjes të Mesis Krishtit. Mbretëria e Kijeve afroi. Mbreti i Kijeve, shpëtimtari i ardhshëm vjen. Gjendet midis nes. Këto ditë do ta shikoni. Do t'i dëgjoni me simdhenin e tij të dritëshme. Nga ai do të merrni shpëtimin tuaj. Pedohuni, afroi mbretëria e Kijeve. Profeti i guximshëm dhe i zartë, me fjalë të repta dhe të zarta, kontrollonte farisejt hipokrit dhe sadukejin materialist, akoma dhe Irodin. Me të netit guxim dhe reptësi, dikte i moralitetin dhe palingjësmerin kundo e haste. U për balë me zemërimin e fariseve dhe me malin dhe uretjen e Herodiadës. Predikimet e tij ishin dhe kushtelluese, të zarta, të habilitesme dhe bitese. Elektrizonte turmën që kishin në rezonancë të thellë në popull. Zemrat e forta u prekan, shpirtrat e etur u freskuan, dërgijet e paspirtra u troditan dhe vrapon populli drejt Ioanit.
nga të gjithë anët. Kështu shkretëtira e Judes u bë një zonë plot njerëz. Dilnin tek ai gjithë vendi i Judes dhe Jerusalemasit, e të gjithë pagzohesin nga ai në lumë e Jordanin, duke refyer fajet e tyre. Dhe gjies dhe pratikimeve ishin njerëz të thjeshtë të Judes, por dhe ishin njerëz fyshnik dhe prinxa, njerëz të Jerusalemit, të pasur dhe të varfër, të shkolluar dhe të pashkolluar, farisen dhe duganer. Shumë nga këta pranojnë fjalën e tij, pendohen, refehen mëkatet e tyre, pagzohen në lumin e Jordan, pastrojnë shpirtrat e tyre nga mëkatet dhe përgatiten të presin shpëtimtarin Krisht. Ja dhe vepra e madhe dhe misioni i lartë e profetit pararendës dhe pagzorit Ioan. Nuk është thjesht një profet, por më i madh ndër profetët, sepse është pagzori i Zotit ton Isu Krisht. Profetët e tjerë vetëm profetizuan, ndërsa Ioani dhe profetizoi dhe parapraktikoi dhe përgatiti rrugën e Zotit. Dhe tregoi shpëtimtarin Isun tek njerëzit, kur e pa duke ardhur drejt tij duke thënë: ja ke ngi Perëndis, ke ngre mëkatin e botës. Mesia dhe shpëtimtari i cili do të sakrifikojë, që të marrë mbi veten e tij e të fshi mëkatet dhe faqe e botës, unë ju pagzoj me ujë, thoshte se Ioan Pagzori, me sa pendohesin, derisa Krishti do të pagzoj me Shpirtin të Shenjtë. Pagzimi i pendimit ishte pagzimi i Ioanit, pagzimi i shpëtimit ishte pagzimi i Krishtit. Hiri i Shpirtit të Shenjtë, të cilin e morëm me misterin e shenjtë të pagzimit dhe të Krishmas, do besohet pak nga pak me kalimin e kohës, për shkak të thirrjes së njeriu ku drejt të kekës. Për këtë arsye, Shpirti i Shenjtë duhet të rinovohet tek njeriu, vazhdimisht. Por si të ketë sukses njeriu në këtë rinovim të vazhdueshëm të Shpirtit të Shenjtë, nëse lidh fort jetën e tij me Krishtin dhe jetën e shenjtë të Kishës, nëse kishesohet gjithmonë dhe vazhdimisht, dhe merr pjesë në misteret e pasionuara dhe në shërbeset e shenjta të Kishës, gjatë celebrimit lutjes dhe uratave e klerikut, por dhe me pjesëmarrjen e tij e të krishterëve me lutje, me besim dhe përkushtim me gjithë shpirt, shpret Shpirti i Shenjtë i padukshëm dhe buz veten e shenjtë të Kishës si aromë shpirtërore. Atëherë i kristeri tërheq dhe pranon rezatimet e Shpirtit të Shenjtë. Atëherë se nderohet dhe drishon mbretësisht, e forcon e përpjekjen e tij ndaj mëkatit, dhe shijon dhuratat e shumta të Shpirtit të Shenjtë, besimin, paqen, shënderimin, dashurinë, shpresën, durimin, buzësinë, zemërgjeresin, gëzimin, bëhet trupi i tij banesa e Shpirtit të Shenjtë, bëhet njeri i bekuar i Perëndis. Nuk mjafton vetëm njohja e dëshirës hyjnore, por nevojitet dhe zbatimi i saj. Kur Ioani filloi predikimin në shkret e tire, turma e judenëve, i jerusalimatëve dhe të tjerë vraponin atije dhe të gjonin me etje predikimin, pendohesin, refenin, mëkatet e tyre dhe pagzohesin. Por le të pjesim veten tonë. A vrapojmë ne për kisja për të dëgjuar predikimin, studiojmë shkrimet e shenjta ose librat e tjerë të krishterët, dhe nëse po, a gjejnë vend në shpirtin tonë fjala e Perëndis, a drejtohim drejt pendimit, refimit dhe korrigimit, a na tërheq fjala e Perëndis dhe na gjit në një jetë të lartë të krishtere, apo mos doshta zemra jonë është i asper dhe e padjesme, atëherë fjala e Perëndis është zë kumbues në shkret e tiren pa ujë dhe jo pjellore. Këto le të kemi shumë kujdes. Nuk mjafton vetëm njohje e dëshirës së Perëndis, por nevojitet dhe zbatimi e saj. Amin.